Prej rreth një viti tashmë, punime për ndërtimin e 2 godinave të banimit 8 katëshe në zonën e ish frigoriferit vazhdojnë të mbeten pezull. Prej muajit maj të një viti më parë, godinat janë ngritur si struktur, por faza finale e punimeve ende nuk është realizuar. Prej pamjeve të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora KTT-n, dallohet qartësisht që godinat e banimit 8 katëshe ende nuk janë plotësuar me dyer dhe dritare. Siç ndiqet edhe nga pamjet, disa prej dyerve dhe dritareve janë vendosur, ndërsa shumë të tjera mbeten ende bosh. Madje edhe dyer kryesore të hyrjeve të pallatit mungojnë, siç mungojnë edhe ato të garazhet e automjeteve. Siç mësohet, shkak për mos vazhdimin e punimeve, mbetet mungesa e financimit për avancimin e tyre nga ana e endit kombëtar të banesave, përkundrejt firmës e cila realizon projektin. Endi nuk ka financuar fazën e fundit të këtij projekti, duke bërë që pallatet të mbeten totalisht pezull, pasi sigurisht firma realizuese nuk pranon të avancojë në punime pa marrë më parë pagesën e kërkuar. Kjo gjë ka bërë që punimet të zvariten prej një viti. Vlen këtu të theksojnë faktin se një vit më parë enti kombëtar i banesave shiti në total 75 banesa të reja, duke filluar nga gazoniere deri në 3+1. Një pjesë e konsiderueshme e tyre u shitën me një pagesë totale, ndërsa shumë të tjera me këste me anë të kontratave të nënshkruara. Ky institucion mori një fond të konsiderueshëm nga shitja e këtyre banesave, por nuk dihet ende përse nuk e ka vendosur atë në dispozicion të përfundimit të projektit në Vlorë, kur ky fond, sipas informacioneve, është më së i mjaftueshëm. Ndërkohë që jo vetëm godina ka mbetur pa përfunduar, por edhe territori përreth është sot në një gjendje e cila lë për të dëshiruar. Mbetjet inerte janë ende në zonë dhe mbi të gjithë kantieri punës ka mbetur i rrethuar, duke zaptuar një pjesë të territorit që mund të shfrytëzojë fare mirë nga banorët e zonës. Me 10 qytetarë të Vlorës, mezi presin hapjen e aplikimeve për banesa sociale, por as këto aplikime nuk mund të hapen, duke qëndruar pezull tashmë prej një viti, për shkak se punimet nuk kanë avancuar. Në horizont nuk ka asnjë shenjë nga hapja e aplikimeve për banesa sociale, teksa shpresat mbeten të pakta që projekti të financohet dhe punimet të vazhdojnë.